Një incident i paprecedent ka ndodhur mes dy banorëve, Rogertit dhe Malit, të cilët kanë thyer një nga rregullat më strikte të formatit Big Brother VIP. Pas një debati në korridor, situata është nxjerrur kur Rogerti ka sfiduar Malin duke i thënë: "Hajde pra, hajde futu." Ai ka hapur derën e tualetit dhe ka nxitur Malin që të hyjë brenda. Pasi Mali është futur, ka mbyllur derën dhe duke qëndruar të dy në hapësirën e vetme të shtëpisë, ku nuk ka kamera vëzhguese. Pas disa sekondash tensioni brenda, ata kanë dalë sërish duke vazhduar debatin me zë të lartë, ku Rogerti dëgohet i thotë: "Pse s'rri, rri pra." Sipas rregullorës së Big Brother VIP, hyrja e dy banorëve njëkohësisht në tualet është kategorikisht e ndaluar dhe ndëshkohet automatikisht në nominim kokë me kokë mes personave të përfshirë. Tashmë, banorët dhe publiku janë në pritje të zarfit nga vëllai i madh për të zyrtarizuar këtë ndëshkim. Deri më tani, kemi parë që situata ka qenë shumë e tensionuar midis Malit dhe Rogertit, dhe ditën e djeshme, Rogerti, teksa Mali hapi derën, ka bërë sikur e ka qelluar atë në kokë me derë, dhe kjo gjë ka qenë shumë e shëmtuar për banorët e tjerë apo për publikun, të cilët e kanë parë se Rogerti nuk është lënduar fare, megjithatë e ka bërë këtë gjë për të tërhequr vëmendje. Njerëz nga publiku thonë se përkundrazi, Rogerti e ka çuar vetë kokën tek dera në mënyrë që Mali ta godiste dhe më pas shtrihet në tokë duke bërë viktimën. Nuk dihet se si kjo marrëdhënie midis tyre do të shkojë apo se kush do të largohet, megjithatë, kjo situatë është shumë e agravuar. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.